Me kalimin e stinëve, shumë njerëz vrejnë ndryshime të dukshme në humor dhe energji. Kur kalojmë nga ngrohtësia, drita dhe energjia verës në ditët e vjeshtës me shi, vranësira dhe një atmosferë më të zymt, është natyrale që gjendja jonë emocionale të ndjejë ndikime të ndryshme. Në një intervistë dhënë televizionit Syri, psikologu Ilir Havolli tha që pavarësisht se ndryshimi i stinëve është një faktor natyror, tek disa njerëz ky ndryshim përjetohet me ndikim në aspektin emocional dhe psikologjik. Ndrimi i stinëve edhe pse është një proces i natyrshëm, tek disa individ kalon pa u vërejtur, ndërsa tek disa individ ka ndikime emocionale dhe psikologjike, duke ulur kështu motivimin, duke ulur produktivitetin, duke shtuar dozën e ankthit dhe stresit. Normal që truri jonë dhe trupi jonë është i adaptuar dhe pranon rrezet e diellit, është i adaptuar me temperaturën, me ritmin e gjumit dhe kur fillojnë këto ndryshime, atëherë këto faktikisht ndikojnë në gjendjen tonë emocionale. Përveç ndikimeve emocionale, psikologu Havolli shtoi se në shumë raste, ndryshimi i stinëve mund të ndikojë edhe në balancën hormonale të trurit të njeriut. Ndikimet më të mëdha emocionale dhe psikologjike, të cilat janë lehtë të identifikueshme te këta persona, janë ulja e motivit, rënja e produktivitetit dhe performancës, pastaj kemi rritjen e dozës së ankthit dhe stresit, kemi po ashtu edhe prishjen e balancës së gjumit, sepse kemi pastaj edhe ndrimin e qëndrimit ose kozgjatës së dritës në atmosferë, ku faktikisht ndryshojnë edhe balancet hormonale në trurin e individit. Po ashtu kemi edhe problematikat e shëndetit mendor, sidomos tek moshat e ndryshme, përkatësisht tek personat ose tek target grupet cilët janë apo janë të identifikuar me çrregullime të ankthit dhe me çrregullime të depresionit. Ndër të tjera, Havolli shtoi që nëse ndjeni se këto ndryshime po ndikojnë në mirëqenien tuaj, është e rekomandueshme të konsultoheni me profesionistët të shëndetit mendor.